Ju nga tjeta uroj të jeni mirë, ritakojmë sonte dashur miq për të folur për zhvillimet më të fundit në botë, në rajon dhe në Shqipëri, zhvillimet mëdha janë duke ndodhur dhe nuk mundemi të mënjanojmë për asnjë sekond. Vëllezër dhe motra shqiptar, zonja dhe zotëri, thonë se ujku kërkon mjegull, por sikur mjegulla të mos jetë moti, por një perde tymi e prodhuar në zyrat e Washingtonit apo diku tjetër. Sot nuk do të flasim për atë që shihni në lajme, por për atë që ndodh kur kamerat fiken. A është Donald Trump një lojtar impulsiv që shkruan postime në mesnat, apo arkitekti një rendi që po shkërmoq botën që e njihnim për të ndërtuar një botë të re mbi gërmadhat e naftës? Sonte do të flasim, është mashtrim apo strategji? Qëndroni me mua sepse pas pak do t'ju tregoj se si një tweet mund të vlej më shumë se një divizion ushtar. Tash mund të nisim tek pika pa kthim, Irani dhe pika pa kthim. Irani një nyje që po shtrëngohet dita ditës. Këtu nuk ka më vend për diplomaci me Doreza Kadife. Populli ynë thot kush i kruhet mureve do t'i bien tullat kokës. Por pyetja është, apo i bien tullat Teheranit rastësisht, apo dikush po godet themelet me llogari të precizionit lartë. Ndryshimi i regjimit nuk është më një thashe them kafenesh, por një objektiv i heshtur. Por kujdes, 1000 vjet mirim nuk fshihen me një vit gëzim. Historia na ka mësuar se kur perëndimi tenton të mbjellë demokraci me forcë, shpesh korr stuhi që nuk e kontrollon dot. Kjo vjen nga historia. Por mos u nxitoni të gjykoni. Përpara se të mendoni se bëhet fjalë vetëm për liri, duhet të shohim shifrat. Çfarë fshihet pas çmimit të naftës që ndryshon brenda ditës brenda natës? Këtë do ta zbulojmë pas pak. Kuptojmë tregjet dhe naftën, loja me zjarrin. Në këtë lojë të rrezikshme, paraja nuk fle kurrë, miq. Nafta është gjaku i kësaj lufte dhe bursat janë pasqyra e saj. Kritikët thonë se Donald Trump po luan me fitilin e tregjeve për përfitime që ne nuk i shohim dot me sy të lirë. Siç thonë të vjetrit, ai që e ka lugën të madhe e ha çorbën më të nxehtë se të tjerët. Apo i drejton Trump tregjet me dorë të hekurt, apo thjesht po shfrytëzon kaosin natyral? Nuk ka prova, por në gjeopolitik si në jetë ku ka zë, nuk është pa gjë. Kur një deklaratë politike tund themelet e ekonomisë botërore, rastësia ju e kuptoni, del dhe fluturon me njëherë nga dritarja. Aleancat e reja, Kina, Rusia dhe të mëdhejt. Ndërsa ne shohim llogari nga Irani, Kina dhe Rusia po qepin një kostum të ri për botën. Këtu vjen ajo fjala e urtë që thot miku i miku tim është edhe miku im derisa të mbarojë interesi. Kina kërkon energji, Rusia kërkon ndikim, ndërsa India dhe Pakistani rrinë në prit duke pritur. Është një lojë ku guri i rënd peshon në vend të vet, por po shohim se si këta gur po lëvizin nga vendi duke krijuar një ortek që mund të marrë përpara edhe Europën, e cila shpesh duket si ai fshati i djegur që krihet. Ndryshimi bëhet nga brenda apo nga jashtë? Shkojmë në lindjen e mesme, Siria, Iraku, Libani, plagë të hapura. A vjen ndryshimi me çizme ushtarake apo me thirrje popullore? Napoleon Bonaparte i thoshte në politik absurditeti nuk është pengesë. Ne themi shtëpia pa Zot mbetet shkret, por kur Zoti i shtëpisë detyrohet të largohet nga faktorë të jashtëm, shpesh shtëpia përfundon në flak. Është mobilizimi i popullit thjesht një vegël në duart e mjeshtrave të mëdhej apo diçka tjetër? Vëllezër dhe motra shqiptar, zonja dhe zotëri, jemi në prag të një rendi të ri apo në mes të një kaosi të llogaritur? Kjo është pyetja e madhe. Mos harroni për asnjë minutë, deti i qetë nuk të bën marinar të Zotit dhe bota sot është çdo gjë përveç se e qetë. Ne mund të zgjedhim të besojmë se gjithçka është rasti ose mund të fillojmë të shohim fijet që lëvizin kukullat në skenë. Por e vërteta është kjo.
Donald Trump, nafta dhe Irani janë vetëm kapitujt e parë të një libri që po shkruhet me bojë të kuq. Në këtë lojë të madhe, e vërteta nuk është ajo që dëgjoni, por ajo që mbetet pasi zhurba të ketë pushuar. Sepse, në fund të ditës, si thot populli, kush luan me 2 kunguj në sqetull, njëri do t'i bjerë. Pyetja tani është, cili kungull do të plas i pari? Pam se si në skenën e madhe botërore, nafta dhe strategjitë e fuqive të mëdha lëvizin fatet e kombeve. Por mos mendoni se jemi larg asaj loje, sepse si thot populli, mulliri bluan atë që i hedhi Zoti. Dhe në Shqipëri, drithi që po hidhet në mulli janë projekte qindra milionëshe që premtojnë të na lidhin me botën. Nga rrugët e naftës në lindjen e mesme, ulemi direkt në pistën e aeroportit të Vlorës, apo ndërtojmë një port drejt Europës, apo një tunel drejt bankave të drejtësisë. Aeroporti i Vlorës, pistë zhvillimi, apo pistë skandali? Çfarë është duke ndodhur në Vlorë tani që po bëhet lufta e madhe botërore? 104 milion euro, 35 vite koncesion, një ëndër që premtoi fluturime, por që sot po përplaset në zyrat e spakut. Kur u prezantua, na u tha se Vlora do të prek qiellin. Sot 3 zyrtarë janë marrë të pandehur dhe pyetja që djeg nuk është më kur do të ulet avioni i parë, por kush do të ulet i fundit në bankën e korrupsionit dhe të akuzuar. Ta zbërthejnë pak sonte projektin që nisi si motor turizmi dhe rrezikon të përfundojë si dosje korrupsioni. A është ky investim strategjik apo një aferë e qepur me porosi? Kush ka hëngër mjalt do t'i bien bletët mbas. Spaku nuk po troket më në port, por ka hyrë brenda. 3 zyrtarë të Komisionit të vlerësimit të ofertave janë nën akuzë zyrtarisht për shkelje të barazisë në tender. Hetimi ka periudhën 2019-2021, pikrisht atëherë kur u gatua çorba e qelbur e koncesionit të Vlorës. Populli thot peshku kalbet nga koka, por këtu po shohim se po fillon nga bishti i komisioneve. A ishin këta zyrtarë thjesht firmëtar të pafuqishëm apo pjesë e një skeme ku fituesi diej përpara se të hapej zarfi? Të shohim pak koncesionin dhe emrin e madh. Makbo Construction, YDA Behgjet Pacolli. Emra që peshojnë. Por në gjeopolitikën tonë të vogël, emri i madh nxjerr krahun e thyer. Kontrata u firmos, por Vlora International Airport sot ka një tjetër fytyrë. Kompania turke u largua, aksionet lëvizën. Pse kjo tërheqje e papritur? Apo ikin investitorët sepse u nxeh tepsia, apo sepse projekti ka ngecur në baltën e interesave të vogla të pistat të brendshme të Tiranës. Por vonesat dhe lëvizjet e aksioneve janë vetëm maja e icebergut. Cila është prapa skena e përplasjes mes drejtuesve që po e rrezikon të bllokojë gjithë projektin? Do t'ju tregoj vetëm pas pak. Kemi 2 narrativa. Njëri i bie Gozhdës, tjetri Mensës. Sot kemi 2 histori për të njëjtin aeroport. Narrativa e parë, një aferë klasike ballkanike, favorizim, ndikim politik dhe një projekt që po përdoret si mushk për të mbartur interesa private në maskën e zhvillimit. Narrativa e dytë është një projekt kompleks që po sulmohet nga burokracia dhe që thjesht po kalon ethet e rritjes. Por ne e dim, s'ka tym ku nuk ka zjarr. Kur drejtësia fillon të numërojë të pandehurit, narrativa e dytë fillon e zbehet si mjegulla mbi Vlorë, zonja dhe zotëri. Aeroporti i Vlorës mbetet një udhkryq i madh. Në letër është porta e jugut, në realitet është një dosje e qelbur në spak. Siç thot një fjalë e vjetër, rrënja e hidhur pemën e bën të hidhur. Nëse fillimi i këtij projekti ishte i infektuar nga favorizimet, ato të mundet
kur ky aeroport të fluturojë i lirë nga hijet e korrupsionit. Në Shqipëri, projektet e mëdha kur nuk janë thjesht ekonomi. Ato janë testamenti i politikës sonë dhe ky testament sot po shkruhet në zyrat e prokurorëve. Sepse në fund të fundit, drejtësia thonë që vonon por nuk haron. Pyetja është, a do të ketë aeroport për të zbritur drejtësia, apo do të mbetet thjesht një pistë bosh në Bregdetin shkëmbor të Vlorës. Kujdes, mos u mjaftoni me atë që shihni nga dritarja e avionit. Shihni çfarë ndodh në kullën e kontrollit. Tashmë do të shkojmë te kali i Trojës në minierat tona. Amerikan apo serb me flamur amerikan. Vëllezër dhe motra shqiptar, a mund të blihet besimi me një pasaport? Imagjinoni një investitor që vjen me flamur amerikan në dorë dhe premton miliona dhe zhvillim teknologjik. Por kur i heq maskën, pas tij fshihet hija e një oligarku serb. Ky nuk është një skenar me film spionazhi, por një denoncim bomb që po qarkullon. Nikeli shqiptar, metali i të ardhmes po kalon në kontrollin e Vuk Hamović, përmes një fasade dhe një veshje serbe me flamur amerikan. A është ky një investim strategjik apo një operacion i fshehtë inteligjence ekonomike? Qëndroni me mua sepse do t'ju shpjegoj. Ajo që dëgjoni mund të ndryshojë mënyrën se si e shihni çdo gur dhe çdo cep të këtij vendi. Nikeli, ari i ri dhe pasuria strategjike e shqiptarëve. Nikeli nuk është thjesht një mineral, është gjaku i baterive, i teknologjisë dhe i energjisë së gjelbër. Populli thot, guri i rënd në vendin e vet, ju e dini pra. Por kur ky gur kthehet në interes global, pesha e tij mund të shtyp edhe shtetin më të fortë në planet. Pse ka shumë interes? Sepse kush kontrollon nikelin, kontrollon një pjesë të së ardhmes dhe pikërisht këtu fillon dyshimi. Pse kjo pasuri po i jepet një individi që pretendon se është amerikan, por që raportet mediatike e lidhin me mbretin e energjisë në Ballkan, serbin Vuk Hamović. Mashtrimi është duke u bërë me fasad ujë-kuqimen ëndrron, por zakonin se haron. Ky është një investigim që po trondit opinionin ballkanik dhe sugjeron një skem brillante, përdorimin e emri amerikan për të thyer rezistencën politike në Shqipëri. Kush do të thonte jo për një investim nga Washingtoni? Por, si thon të vjetrit, mos i shih gunën, por shihi punën. Nëse pas investitorit amerikan qëndron Hamović, atëherë nuk kemi të bëjmë me tregun e lirë, por me një strukturë indirekte kontrolli, një rrethim ekonomik që vjen nga andej nga nuk e presim. A është qeveria shqiptare e mashtruar, apo është pjesë e kësaj marrëveshje të fshehtë? Ju mund të ma shkruani të komentet. Nuk mbaron këtu, kujdes. Nëse kjo lidhje vërtetohet, ne nuk kemi dhënë thjesht një koncesion, kemi dhënë çelësat e sigurisë tonë kombëtare. Çfarë thon dokumentat? Dhe pse nuk ka asnjë reagim zyrtar as nga opozita e Saliut? Ja po ju a them tani dhe zbulojmë pas pak. Dardha, ju e dini, e ka thënë populli jon dhe popujt e tjerë, e ka bishtin mbrapa. Ky nuk është një rast i izoluar. Është një model që po përsëritet, koncencione, burime natyrore dhe lidhje të dyshimta që nisin në Tiranë dhe që përfundojnë në zyrat e errta të Beogradit dhe jo vetëm, për të shitur pasuritë strategjike të shqiptarëve. Disa thonë se ky është vetëm një interpretim politik, pa prova, por ne dim një gjë. Ku ka zë nuk është pa gjë. Dhe kur bëhet fjalë për burimet tona strategjike, dyshimi nuk është thjesht një skepticizëm, është detyrim patriotik. Apo i shpërdorojmë ne pasuritë tona strategjike si ai që shiti shtëpinë për të blerë qiri? Vëllezër dhe motra shqiptar, unë sonte shtrova para jush një hartë të rrezikshme. Nga lojrat e naftës së Trumpit
tek hetimet e SPAK-ut për Vlorën e deri tek nikeli që po i shitet Serbisë në maskë amerikane. Një gjë është e sigurt, vëllezër dhe motra shqiptar. Shqipëria nuk është më thjesht një spektatore, ajo është skena ku po luhen interesa që as nuk i imagjinojmë dot, rajonale dhe ndërkombëtare. Populli thot, ruajmë kopshtin se gardi u kalb, nëse këto denoncime janë të vërteta dhe ne do t'i verifikojmë, gardi strategjik nuk është thjesht i kalbur, ai është hapur me dëshirë përpara Serbisë. Pyetja finale mbetet kur të zgjohemi nesër ditën e diel. A do t'jenë minierat tona ende tonat, apo do t'jemi të huaj në tokën tonë pasi i përzun gjysmën e popullsisë? Akuzat janë në tavolinë. Përgjigjet i takojnë Edi Ramës, Sali Berishës dhe atyre që kanë firmosur. Ne thjesht po ndjekim gjurmët e parave. Dhe gjurmët po na çojnë në drejtime që të lënë pa gjumë. Dhe ne do t'ja themi këto shqiptarë. Natë e mirë dhe mbajni sytë hapur, sepse kush fle në kohë lufte, zgjohet paliri, pam se si nikeli ton, po i ndrojnë pasaportën në male, pam se si në Vlorë drejtësia për e thonë pistën e fluturimit. Por, a mund të mbjetoj një kështjell kur muret e saj krizen nga brënda? Si thot populli, shtëpia që zihet brënda e hanë qend jashtë. Sot alarmi nuk po vjen nga opozita, as nga rrugët e protestës. Alarmi po bie në zyrat e mbyllurat Partisë Socialiste e Sektit Rilindjes. Nga lufta për naftën globale të lufta për mbijetesë në Selinë Roz. Çfarë po përgatitet Edi Rama për betejën e radhës, po përgatitet, apo po numëron ushtarët që po i hikin nga rreshti? Kështjella e sektit të hajdutërisë dhe të anti-shqiptarisë po vlon nga tradhtia, braktisjet dhe zbritjet dhe largimi i miqve. Baza po e tradhton lufta civile po nis. Vëllezër dhe motra shqiptar thonë se mbreti është i fundit që mëson se po i digjet pallati, por Edi Rama nuk po zbret nga zjarfiksit. Sondazhet e fundit konfidenciale brenda Rilindjes kanë mbritur në tavolinën e tij dhe shifrat janë një shuplak që nuk mund ta priste Edi Rama. Mbështetja po shkërmoqet dhe baza e partisë është duke zirë nga lufta civile. Apo eksplodon makina elektorale, po dështon më e fuqishmja e Ballkanit, ashtu siç mendonte Rama? Apo është duke u kthyer Edi Ramës në një lak që po e mbyt pak e nga pak? Sondazhet në Shqipëri të Rilindjes thonë se Rena i ka këmbët e shkurtra për vite me radhë. Na shton se sekti i Rilindjes është i pathyeshëm, por shifrat në terren tregojnë një realitet krejt tjetër. Votuesi gri është lodhur dhe votuesi socialist është i irrituar dhe ka nisur luftën civile. Shqiptarët thonë, kush ha bukën e huaj, harron të vetën. Baza e partisë ndjen se lidership po ha bukën e pushtetit me ministra, teknokrat, hajdut, emra pa rrënjë, duke harruar njerëzit që kanë ngrënë pluhurin e fushatave socialiste për 11 vite. Ky nuk është një perceptim, kjo është një rënje e lirë pikjad që po alarmon kryeministrin e sektit hajdut. SPAK-u dhe paranoja, kush e ka mizën në kësull? Brenda Partisë Socialiste sot nuk flitet për fitore, flitet vetëm për pranga. Goditjet e SPAK-ut kanë krijuar një klim paranoje. Socialistët e thjesht shohin se si shokët e tyre dorëzohen tek drejtësia sa po bie telefoni, ndërsa leadershipi në majë të plehut distancohet me ftohtësi dhe me tradhti. Këtu vjen fjala që thot miku i mirë njihet në ditë vështirë, por në sektin e Rilindjes dita e vështirë po i lë të gjithë vetëm. Kjo ka krijuar një çarje që asnjë kongres nuk e mbyll dot. Baza nuk po pyet më kush do të fitojë, por kush e ka radhën. Kush e ka radhën brenda sektit. Por vërtet mendoni se Rama po rri duar kryq? Jo, ai ka nisur një operacion që mund të fshijë nga harta politike të gjithë gardën e vjetër brenda Partisë Socialiste. Kush do të sakrifikohet këtë herë? Do t'ja zbuloj pas pak. Ndryshimet vinë si një mask, mos harroni. Ndërroqimen, por jo zakonin.
Lëvizjet e fundit në kabinet dhe në qarqet e Shqipërisë janë lëvizjet dëshpërimit Edi Ramës për të treguar se diçka e madhe po ndryshon. Por siç na thonin pleqt, sa do ta lyesh gardhin, kalpsira mbetet brenda. Rama po përpiqet të na shes spastrimet si reform, por baza e sheh si braktisje. Kur largon ata që njohin territorin për të vendosur besnikët e zyrave, ti nuk po forcon partin, po ndërton një kull prej letre që mund të arrëzoj era e parë e zgjedhjeve apo e ndërkombëtar. Vëllezër dhe motra shqiptar, e mbyllim këtu për sonte. Do të shihemi nesër. Emision geopolitik ekonomik i imët dhe nga bursa e naftës, tek koncesionet e vlorës, tek nikeli serbo-amerikan dhe deri tek vlimi i brendshëm i pushtetit. Të gjitha këto lidhen me një fije të hollë, besimin. Kur besimi tek lideri vdes, kur besimi tek drejtësia lëkundet dhe kur pasuritë e vendit tjetërsohen, atëherë mbetet vetëm një pyetje e madhe e rëndësishme. Kush do ta fik dritën i fundit, jo të Big Brotherit, por të Shqipërisë? Populli thot uji shkon, rëra mbetet, pushtetet shkojnë e vinë, por pasojat e këtyre hajdutëve 34 vjeçar do t'i vuajmë ne, që shohim nga ekrani se si vendi ynë i dashur Shqipëria po trajtohet si një plaçk lufte apo si një lavire rrugësh. Nëse kështjella e Edi Ramës po eksplodon apo po rrëzohet, mos u gëzoni shumë, sepse kur shëmbet një kështjellë e tillë, zhurma dëgjohet deri në shtëpinë e çdo shqiptar. Mos harroni kur, vëllezër dhe motra shqiptar, nuk mbulohet dielli me shosh, as me sondazhe të rreme, as me ministra të ri. E vërteta është jashtë, dhe ajo po vjen. Do të vi ditën që do të vendosni ju. Ditën që ju do të merrni një vendim për të kuptuar se çfarë po ndodh. Ditën që do të merrni vendimin për të shkuar gjërave deri në fund. Ditën që do të vendosni të jetoni për Shqipërinë ashtu siç bëjnë popujt e tjerë të botës, të cilët janë gati të kacafyten me historinë dhe me perandoritë më të mëdha të historisë për të jetuar, për të vdekur dhe për të shkrirë kockat në dheun e tyre. Ata popuj të cilët janë gati të treten për të mos lejuar pasuritë e tyre të shkojnë. Do ta rikthejmë Shqipërinë nga duart e kësaj klase bastarde politike e cila aktron majorancë dhe opozit, por që të gjithë janë bashkë, sepse askush nuk i denonson aferat e pista me Beograd dhe të qarqeve të tjera të cilat janë të kuturur si ujqërit dhe si përbinqat për të grabitur çdo pasuri strategjike të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Ata janë bashkë dhe unë ju kam përsëritur aq herë sa ka qenë nevoja. Janë bashkë, do të jenë bashkë deri në fund dhe po mbajnë duart e njëri tjetrit në fund të greminës përpara se të rrëzohen. Sepse ata dinë bashkë, Rama dhe Berisha, që fundi i tyre është i përbashkët. Ekzistenca e tyre është e përbashkët. Bëjnë si kur zihen dhe si kur përplasen, ndërkohë që hapen televizione serbe dhe hikin mineralet e Shqipërisë dhe agenturat po marrin dhe po rrëmbejnë gjithçka nga pasuritë kombëtare strategjike të shqiptarëve, që janë tunzh e kaluar tunzhit e Flori e kaluar Floririt tunzh bir. Bani mend, janë Flori e shkuar Floririt në epokën e energjisë së gjelbër që duan ustallarët. Janë duke vjedhur me stil dhe ajo që po ndodh është ajo që ja kam thënë vazhdimisht. Do të vinë të gjithë armiqtë e këtij kombi, do maskohen me flamur amerikan, sepse e din që ky popull i zë besë Amerikës dhe i ka dhënë besën Amerikës, besën që ja dha Woodrow Wilsoni në konferencën e paqes në 1919 kur vendosen amerikanët, në një kohë të ngjashme me këtë tonën sot, atëherë kur fuqitë e mëdha vendosën ta shqyjen Shqipërinë llokma, Wilson i tha në 1919 Shqipëria do të ekzistojë dhe shpëtuam. Po sot, a do të vi Donald Trump na shpëtoj, apo do të jap dorën Edi Ramës kur ai të zbres nga barka e Europës të jap Shqipërinë për koncesion dhe të ngjitet tek barka e rendit të ri botëror që po ndërton Donald Trump, Marco Rubio dhe Pete Hegseth bashkë me J.D. Vancein.
Steve Witkoffin dhe Jared Kushner. Prapa lojës është dhe Benjamin Netanyahu, Izraeli i cili po kujdeset me imtësi milimetrike të rikonfiguroj prezencën e tij, hartën e skemave të influencës në lindjen e mesme të re, po kujdeset të ndërtoj aleanca të tjera të mëdha për rrethimin e Turqisë nga Qipro dhe nga ana e Detit Zi dhe nga Mesdheu dhe me një plan tjetër për Europën lindore, e cila nuk dihet ku do të shkojë tashmë në rendin e ri botëror. A do të shkojë majtas, a do të shkojë djathtas, a do të shkojë në Europë kur po na mbyllin dyert për arsye të Belinda Ballukut dhe qeverisë së rilindjes, e cila bashkë me ata në opozit po mbajnë peng vendin duke e ruajtur Belinda Ballukun dhe duke mos e dorëzuar atë për të reguar perëndimit se ne kemi marrë vendim në Tiranë për të shitur Ilir Metën, për ta mbajtur në burg, por unë dhe Berisha do të qëndrojmë. Do të qëndrojmë derisa ta shkatërrojmë spakun që e futi Ilirin brenda dhe do ta nxjerrim dhe Ilirin dhe bashkë treshja do të triumfojmë për mbi rendin botror dhe do të sundojmë të gjithë bashkë shqiptarët në rendin e ardhshëm botror me në krye Monika Kryemadhin që i pastrohet figura si artiste tek Top Channel i qeverisë. Kjo është skema. Më vjen keq që sonte s'kisha mundësi të bëj live. Ky ishte emisioni dhe biseda dhe mesazhi im për sot. Ju të gjithë që më shihni për herë të parë, unë jam Kreshnik Osmani. Ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Abdeu, jemi të vendosur për t'i çmontuar kockat e këtyre hajdutëve deri në fund, në aleancë të plot, më të madhin Zot dhe me miqt e shqiptarëve të deklaruarit dhe të fshehurit prej tyre, të cilët na orientojnë dhe na tregojnë ku janë skemat dhe ku janë hartat me mece të tokës së minuar tek skema politike mafioze anti-shqiptare e Tiranës, e cila është duke na zhbërë si komb, është duke na shitur pasuritë strategjike të kombit, ndërkohë që po përzë pjesën tjetër të antarësisë së Ateut. Ju vazhdoni shihni emisionet tuaja të preferuara në këtë fundjavë. Uroj të keni fundjavë të këndshme dhe mos harroni sfidën time të përnatshme. Sfidën e ditës së diel në mbrëmje. Do të jemi në 21 live nesër për të parë sa jemi të gatshëm të arrisim fuqinë tonë vepruese dhe të kalojmë nga analizat në veprim konkret dhe të ecim paralel nga analizat, nga informimi, nga dituria tek informacioni, tek skemat, tek detajet, tek zbërthimet dhe më pas paralelisht edhe me veprimin se si mund ta shpëtojmë kombin ton madhështor, këtë komb të cilin nuk e shuajti historia, nuk e shuajti pesha e shekujve, fuqia e shpatave të perandorive më të fuqishme të botës, por që rrezikon seriozisht ta shuaj perandoria e shurdh me mecëve të cilët janë futur atje duke parë historitë me shtëpi dhe me ferma të shqiptarëve dhe një klasë politike bastarde, anti-shqiptare, hajdute, në kooperim, në bashkëpunim të plot me një elitë mediatike hajdute, anti-shqiptare e kontrolluar nga 5 oligark hajdut, të cilët janë ndërmjetësit e Beogradit për kapjen dhe kontrollin e pasurive kombëtare të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Rishihemi nesër, natën e mirë për sonte, për qafime për gjithë. Ju falenderoj për kohën e çmuar, mos harroni të bëni like, share, subscribe kanalit dhe ju të gjithë që jeni në diasporë mund t'i bëni edhe join kanalit duke e mbështetur atë, duke e mbështetur këtë dritare e cila po sfidon establishmentin anti-shqiptar të Tiranës. Kaq për sonte, natë e mirë, rishihemi nesër.